Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1854, kompozitori Robert Schumann shpëtohet nga një përpjekje për të mbytur në lumin e rin. Schumann konsiderohet gjërësisht si një nga kompozitorët më të mëdhenj të epokës romantike. 1897 u botua në Stamboll alfabetarja e gjuhës shqipe, e përgatitur nga Sami Frashëri, Vaso Pasha dhe Koto Hoxhi, e cila çeli një epokë të re në fushën e teksteve shkollore. 1900 është themeluar klubi i futbollit Bayern Munich. Bayern Munich është një klub sportiv gjerman me qendër në Munich të Bavarisë. 1914, kapiteni Fethi dhe Togeri Sadik, dy pilotë ushtrisë turke, u martirizuan kur avioni Movonet Timilje, i cili realizonte linjën Damask-Jeruzalem dhe drejtohej prej tyre, u përfshi nga turbulenca dhe ra në afërsi të lokalitetit Taberje të Damaskut. 1922, SBA, gjykata e lartë mbështet një zëri amendamentin e 19 për të drejtën e grave për të votuar. 1933, ndërtesës së parlamentit të Gjermanisë në Berlin, Reichstag, i vihet zjarri. Marinus van der Lubbe, një komunist i ri holandez, merr përsipër përgjegjësinë. 1936, ndahet nga jeta në moshën 86 vjeçare Ivan Pavlov. Pavlov ishte një fiziolog rus, i njohur kryesisht për punën e tij në kondicionimin klasik. Pavlov fitoi çmimin Nobel për fiziologji ose mjeksi në 1904, duke u bërë laureati i parë Nobel rus. 1940, Martin Kamen dhe Sam Ruben zbuluan karbonin 14. 1964, qeveria e Italisë kërkon ndihmë për të parandaluar rënien e kullës së Pizës, e cila po bëhej gjithnjë më e pjerrët. Një grup pune shumë kombësh i përbërë nga inxhinier, matematicien dhe historian u mblodhën në ishujt Azore për të diskutuar metodat e stabilizimit të kullës. 1974, revista People u publikua për herë të parë. 1976, territori i dikurshëm spanjoll i Saharas Perëndimore, nën kujdesin e frontit Polisario, shpall pavarësinë së Republikës Demokratike Arabe Sahrawi. 1996, Satoshi Tajiri krijoi serialin animuar Pokémon. 2008, Zvicra dhe Austria e njohon Kosovën si shtet të pavarur. 2010, një tërmet me magnitudë 8.8 ball i shkallës Richter goditi i shtetin e Kilit. Kjo fatkeqësi natyrore shkaktoi vdekjen e 521 njerëzve, plagosin e mijëra të tjerëve dhe dëme materiale shumë të mëdha. 2014 filloi të shënohet dita botërore e ariut polar. Kjo datë synon të krijojë ndërgjegjësim për arin polar, të cilët përballen me rrezikun e zhdukjes si pasojë e ngrohjes globale dhe ndryshimeve klimatike. 2015, në Rusi, ndodh vrasja e Boris Nemtsov, një politikan rus dhe një kundërshtar i qeverisë së Vladimir Putin, në urën Boshloj Moskvoretski, në 23:31 me orën lokale.